Moderatorja e njohur dhe shumë e dashur për publikun, Chiara Tito, ka ndarë një moment të veçantë nga prapaskenat e spektaklit Portokalli, ku këtë herë nuk ka qenë vetëm. Përmes një postimi në Instagram, ajo ka ndarë disa foto që menjëherë morën vëmendjen e ndjekësve, jo vetëm për elegancën e saj, por edhe për praninë e dy personave më të rëndësishëm në jetën e saj, bashkëshortit Louise Ailey dhe vajzës së tyre të vogël, Luna Mari. Në fotot e publikuara, Chiara shfaqet e veshur me një kostum elegant të zi, me një prerje moderne që thekson linjat dhe hijeshin e saj. Me flokët e kapura lart, makiazhin e kuruar dhe buzëqeshjen që tashmë është bërë e njohur për publikun, moderatorja rrezaton vetbesim dhe feminitet. Por ajo që e bëri postimin akoma më të veçantë ishte momenti i ëmbël me familjen e saj. Shikoni pak kush më vizitoi në backstage, ka shkruar ajo krahas fotove, duke ju referuar vizitës së Luizit dhe Lunës në prapaskenat e spektaklit. Në një prej fotove më të përhapura në rrjet, Luizi shihet duke mbajtur duart e vogëlushes Luna Mari, ndërsa Chiara i buzëqesh plot dashuri. Të tre duken të lumtur, të qeshur dhe të qetë, duke reflektuar një harmoni që ndjekësit e çiftit e kanë adhuruar që prej ditës së parë që historia e tyre u bë publike. Komentet në rrjetet sociale kanë qenë të shumta, ku ndjekësit kanë vërshuar me komplimente për familjen e tyre. Familja më e bukur shqiptare, Zoti ju bekofte gjithmonë, kjo është dashuri e vërtet, janë disa nga reagimet që shoqëruan postimin. Përveç pjesës emocionale, vëmendje mori edhe stili i Chiarës, e cila u komentua për klasë dhe finesë. Ajo arriti të ndërthur profesionalizmin me ndjeshmërinë familjare, duke treguar edhe një herë se është një grua moderne, e suksesshme dhe një nën e përkushtuar. Pamjet e vogëlushes Luna Mari, e cila u shfaq me flokët kaçurela, bluzë të errët dhe atlete me shkëlqim, u cilësuan nga ndjekësit si momentet më të ëmbla të mbrëmjes. Kjo paraqitje e fundit e Chiarës erdhi si një kujtesë e bukur se pas çdo figure publike ka një botë të brendshme plot dashuri dhe përkushtim. Moderatorja, që prej përfundimit të Big Brother VIP, ka vijuar karrierën me sukses, por ka treguar se prioritetet e saj kryesore janë familja dhe lumturia e vogëlushes së saj. Me këtë postim, ajo i dha një tjetër mesazh të qartë publikut, famën e ndan me të gjithë, por dashurinë më të pastër e ruan për ata që ka më afër zemrës.